Kush e ma Edi Ramën në pushtet? Edhe do bëjmë një vështrim sot, me që doli Edi Rama dhe deklaroi që tha unë nuk jap ndërheqje kur, ta harrojnë ata, se do fus Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Edhe për këto diskutimet që bëjnë për rritjen ekonomike, rritja Shqipëria ka rritje ekonomike, e keni pa ju në gjitha diskutimet që bëjnë ministrat edhe vetë Rama. I kam marrë se ka një mekanizëm që e ma Edi Ramën në pushtet, edhe e kam thënë edhe herë tjera, po sot do e përmendim me disa shifra që edhe njerëzit ta kuptojnë se si funksionon mekanizmi i pushtetit në Shqipëri dhe pse oligarkët, po t'ishim në një vend normal, po t'ishim një ekonomi konkurruese, nuk ishte nevojë me i zonë me gojë fare, por në Shqipëri këta zihen me gojë sepse këta e kanë bërë pasurinë me para publike, e kanë bërë pasurinë me lidhje me pushtetin, nuk janë bërë biznesmen se dikush prodhon çelikun, e dikush kromin, e dikush nxjerr naftë, e dikush ka ferma të mëdha bujqësore, apo dikush ka resorte të mëdha turistike. Nuk janë asnjëri nga këta kështu. E kemi pa deri tani se si në Rjoll ky bashkim ulaj po kërkon të bëjnë resort turistik duke grabit pronën. E kemi pa se si Zamirmane Green Costi ku ka bë ndërtime turistike, i ka bë falje stokave nga pushteti, nga qeveria. Apo ndërtimet e Sander Frangajt, e Dulakëve e tjerë me radhë. Pra, nëse këta do ishin biznesmen që prodhojnë për Shqipërinë, këta nuk prodhojnë një gozhd për Shqipërinë. Edhe kur dalin që i bëjnë retorik në për media se na prodhojme, na kemi këta kanë vetëm biznese shërbimesh edhe biznese grabitqare. Marrin para nga taksat e shqiptarëve, një gozhd nuk e prodhojnë për Shqipërinë këta biznesmen Shqipëri. Pra qa prodhon Zamirmania? Bë vetëm shërbime. Mallra, konsumi, qendra tregtare, merr toka shtetërore, bëj vila, shit miliona euro, të njëjtën gjë bëjnë Dulakët, të njëjtën gjë bën Frangajt, të njëjtën gjë bëjnë të Top Channelit, pra asnjë gjë nuk prodhojnë këta. A thu se njëri nga këta ka një industri që ka 50.000 shqiptarë në punë, apo prodhon plera kimike për bujqësinë, apo prodhon fara për bujqësinë, apo ka kompani të madhe eksporti, mbledh prodhimet bujqësore i çon jashtë, kujtun prodhojnë hekur, prodhojnë bakër, nuk prodhojnë asgjë. Asgjë nuk prodhojnë biznesmenët shqiptar, dhe kjo rritja ekonomike që thot Edi Rama këto vite, nga 2013, këtë Ramën e mbajnë pushtet ky trinom. Politika që është vetë, vjedhja e zgjedhjeve, oligarkia, që janë këta emrat që do përmend tani unë, edhe trafikantët ndërkombëtar, lidhjet me trafikantët ndërkombëtar. Të trija këto, ky i ka kombinu këto vite dhe ka ble edhe burokrat në Bashkimin Evropian, edhe burokrat në Shtetet e Bashkuara, i ka korruptu për të bë vlerësime pozitive për Shqipëri. Por një vend që ka shënu regres jashtëzakonshëm sa i përket zhvillimit qëndrueshëm ekonomik. Miliona shqiptar, mbi 1 milion shqiptar kanë braktis vendin. Sot doli lajmi që do bjerë 30.000 vietnamezë për të zëvendësu shqiptarët që kanë ikë. E kështu me filipinezët, e kështu me bangladeshasit, e kështu me egjiptianët, edhe dele thot shifrat, buxheti më i madh në histori, rritja ekonomike, flasin shifra, dhe këto derdimenët që shohin televizion në mediat e oligarkëve që marrin para publike, u shplahet truri aty, edhe dalin edhe shkojnë i bëjnë berihajnë mrapa, ose vinë na shajnë e na sulmojnë neve në rrjetet sociale. Ja kush e ma në pushtet Edi Ramën nga 2013 deri tani. Këta kanë media në dorë, këta kanë qindra punëtor, thash, në bizneset e tyre të shërbimeve, që gjithë këta me Shefqet Kastrate, me Zamirmane, me Dulakre, me Frangaj, të gjithë këta janë njerëzit që e mbajnë Edi Ramën në pushtet. Kanë kriju një lidhje simbiotike, aq sa këta urdhërojnë, edhe Klod Allajbeu po deshet i spitaleve, aq sa këta e urdhërojnë
edhe punojësin e vet që të shkojnë të votojnë për Edi Ramën. Ka fut sistemin e patronazhimit edhe në bizneset e oligarkëve. Nga 2013 deri sot Shqipëria ka pas rritje ekonomike më shumë ndërtime. Pra atë rritje që thot ky rritje ekonomike, ajo nuk është rritje e qëndrueshme sepse nuk është në industri prodhuese. Është në ndërtime, resorte, kulla, koncesione, kompani, qindra milion euroshe që bëjnë xhiro me pronën publike dhe me taksat publike të shqiptarëve. I marroi koncesioni check-upit asaj Vilma Nushit e mori ja ngarkoi shtetit sot. I marroi check-upi dializës Klod Llojbeuta e mori ja rrasi shtetit tani. Smurët vazhdojnë prap, ata i morën miliona euro, edhe shqiptarët rinë hapin sy të dergjën spitaleve dhe bëjnë beri ha pushtetit. Tani, dojmë marrim se kishte hedh njëri këtë në internet, po se majta me emrin e diçunit. Kishte po ca krahasime shifrash, po i gjeta dhe në deklaratat që bëjnë këta deklaratat e pasurive, fitimet e çka kanë këta. Edhe fillojnë xhiro nga fitimet e kompanive, aktivitet dhe me kapitalin e tyre, numrin e kompanive dhe punojësve, blerjen e bankave, hoteleve dhe bizneseve, pronat, resorte dhe projekte ndërtimi, koncesione dhe investime të tjera që kanë bërë njerëzit që majnë Edi Ramën në pushtet, oligarkët. Nga ky rindërtimi ekonomik, rritja e pagës e 5 grupeve më të fuqishme private mund të vlerësohen afërsisht me. Pra 5 individët më të pasur ose 5 oligarkët më të mëdhenj në Shqipëri që kanë glabëru më shumë prona publike, pasuri publike dhe taksa publike. I pari sigurisht është Samir Mane me Balfinin, plus 300% deri në plus 600% i ka fitimet. I ka rrit fitimet e biznesit ti në një vend që ka popullsinë më të varfër në Europë. Në kontinentin evropian, shqiptarët janë më të varfrit, ndërkohë oligarku kryesor i vendit i rrit fitimet nga 2013 deri tani nga 300% deri në 600%. Nga një grup i madh tregtar në vitin 2013, që thonë ta oligarku Berishës, ka qenë vetëm thjesht një tregtar në kohën e Sali Berishës, ku ishte Sali Berisha në pushtet. Samir Mane është shndërruar në një konglomerat ndërkombëtar me banka, qendra tregtare, miniera, turizëm, pasuri të paluajtshme dhe 10 kompani. Nga 2013, pra ka qenë thjesht një tregtar me qendrë tregtare, sa pati hap tekun atë kujton çka ka pas, shiste, po themi, dhe sot ka banka, qendra tregtare, miniera, turizëm, pasuri të paluajtshme dhe ka shndru fitimet në 600%. Në vitin 2025 Forbes, revista e madhe që rendit Forbes, që rendit pasaniket e mëdhej të globit, e vlerësoi pasurinë e Samir Manes që ka ky 1.4 miliard dollar. Në 2026 vlerësimi i Forbes arriti 1.8-1.9 miliard dollar, pasuruar në regjimin e Edi Ramës. Shefqet Kastrati ose Kastrati Group i ka rrit fitimet nga 2013, se dhe për këtë thohen, oj, Berish. Nga 2013 Kastrati i ka rrit fitimet nga 250% deri në 500% në pushtetin dhe në miqësi me Edi Ramën. Kastrati nuk është vetëm një kompani karburantesh, siç e njohim kryesisht shumica e njerëzve, është zgjeruar në sigurime, ka kompani sigurime, kartele janë, kompanitë e sigurimeve në Shqipëri janë kartele, si kartelet e drogës janë edhe kompanitë e sigurimeve, siç janë edhe telefonia celulare i One me Vodafone. E ka hap biznesin e tij në ndërtim, turizëm, pasuri të paluajtshme, aeroporte, ka marrë aeroportin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe investime jashtë Shqipërisë. Merr para këtu, bëj para në Shqipëri me toka publike dhe me koncesione publike të Shqipërisë dhe shko blej prona miliarda lek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fitimet dhe pronat ku operon grupi tregojnë se kapitali ekonomik i kontrolluar është sot disa herë më i madh se në vitin 2013. Pra, nga 2013 deri tani i ka fitimet 250% deri në 500% Shefqet Kastrati. Ky shoku tjetër i kishte nga 300% në 600%, ky Samir Manja. Vim te Dulakët, këta që kanë Vision Plusin, Concord Investment,
fitimet, rritja e fitimeve nga 2013 deri tani nga plus 300% deri në plus 700%. Grupi Dulakëve është fuqizu ka hyrë në ndërtim, turizëm, resorte, media që kanë kompaninë e vet, industri dhe pasuri të palujtshme. Rritja e çmimeve të tokës dhe banesave, sidomos në Tiranë dhe në Bregdet, ka arritur shumë, jo vetëm xhiron, por edhe vlerën e pronave dhe projekteve të kontrolluara nga ky grup. Vasil Naçi, nuk e di, këtë i Agna grupit, duket ky bën biznes e ka atë glinën, shet diçka ky të paktën. Ka pas edhe ky rritje fitimesh, por ja ta shohim këtë. Agna është një nga grupet më të mëdha të prodhimit, pra është e vetmja prodhuese në Shqipëri dhe shpërndarjes në Shqipëri. Rritja e saj duket më e qëndrueshme dhe më pak e varur nga ndërtimi. Shifeni pra, një njerëz që ka bë biznes prodhues. Shet ujë, s'ka rëndësi. E ka një rritje krejtësisht normale, plus 100% deri në 250%. Pra nuk ka ndërtime, nuk ka resorte, nuk ka kujtun. E këti biles mund t'i kenë rënë fitime se ka rënë fuqia blerëse e shqiptarëve. Shifeni Vasil Naçi pra, nuk është në rritjen 700%, 1000% si që në këta tjerë. Vim ke shoku Bashkim që thoshte Belinda Balluku e mani mend të përgjime, ta kapim ta fusim klap këtë t'i japim 1 miliard euro, 1.3 miliard euro koncesionin e rrugës Thuman Kashar, që paguni sot nga 2500 lekë atje, sa herë kaloni e bë rruga kështu Se më pa ta bëj një video atëherë lloj fëllishësirash më komentonit se gjoja kështu paguhet në gjithë botën, rrugët janë me pagesë, shkruajnë ta ignorantë që jetojnë jashtë. Se nuk e dim na se si paguhen rrugët në gjithë botën, po e dim ashtu që ka dhe vende në botë që nuk paguajnë. Bashkim Ulaj, Gener Dyshi dhe kompani të lidhura me të i kanë rrit fitimet nga 2013 deri tani në 2026 nga 200% deri në 400%. Grupi është zgjeruar përmes ndërtimit, pra ka hyrë dhe ky ndërtim, infrastrukturë, ka marrë ato që tham rrugën Thuman Kasharin, projekte publike, energji dhe pasurive të palujtshme. Prap mbi 80% të biznesit e bën me pronë publike dhe me para publike, koncesione dhe prona. Nuk ka një vlerësim publik se sa mund t'i shkojnë vlera e pasurive të këtij. Çfarë ndodh me njerëzit tani? Që thotë Edi Rama është rrit mirëqenia, është rrit kjo, është rrit. Paga mesatare bruto afërsisht plus 130 deri në 150%. Kjo duket si një rritje e madhe, por paga mesatare nuk është paga që merr shumica e shqiptarëve. Sipas shpërndarjes më të fundit të Instat, për të njëjshin, paga mediale del afërsisht, pra paga reale mesatare në Shqipëri e një punojsi kudo qoftë bruto i del 690.000 lekë, 700.000 lekë. Instat nuk e publikon në njoftimin, nuk e publikon këtë vetëm për medianën, pra nuk e nxjerr këto, por publikon shpërndarjen e punojësve sipas interesave. Deri në 50.000, 26 deri në 500.000 lekë, pra 26.7%, nga 500 deri në 600, 13.6%, nga 60 deri në 75.000 lekë, 750.000 lekë, 15. Mesatare rritet nga një numër relativisht i vogël pagash shumë të larta. Por pagat të larta kanë këta që punojnë për kompanitë e këtyre miliarderëve. Çmimet e ushqimeve. Se pagat, thonta që kemi rrit pagat, po janë 10 fishu çmimet e ushqimeve, janë 2 fishu, janë 3 fishu, janë 4 fishu, deri në 10 fishu çmimet e ushqimeve, pra çka e bën pagën të mos ketë asnjë vlerë krahasuar për shembull 500.000 lekë sotëm me 500.000 lekë në 2013-s. Atëherë me 500.000 lekë paguje qiran, ujë, drita, bleje dhe ushqime dhe mbyllje mujin. Sot me 500.000 lekë nuk paguhen vetëm dot qiran në Tiranë, sa që qiraja më e lira në Tiranë. Çmimet e ushqimeve janë rrit afërsisht plus 55% deri në 65%. Për familjet e zakonshme dhe pensionistët, inflacioni real nuk është vetëm inflacioni mesatar që nxjerr Instati. Prandaj rritja e ushqimeve godet më shumë pensionistët edhe familjet me të ardhurat të ulta. Këtu e kanë hënë edhe pensionistët që u rrit
kostot nga 40% deri në 55%. Nuk i ka rrit pensionet asnjëherë, i rrit pensionet 1000 lekë në vit. Domethënë asnjë kafe në ditët nuk ka rrit ky pensionet. Edhe nëse merr shumë lekë, merr pak më shumë lekë se në 2013, blen më pak gjëra se sa në 2013. Çmimet e banesave afërsisht janë rrit nga 120% deri 250% dhe na e shohim që çmim qeraje nën 500.000 lekë të vjetra në Tiranë, në periferi të Tiranës nuk gjen më. Shtëpi në 1.000 euro, 1.200 euro nuk gjen më në zonat më të largëta të Tiranës. Në qoftë se hyn brenda unazës re, e ke mbi 1.500, në qoftë se hyn brenda unazës vogël, e ke 2.200, 2.500 e lartë deri në 4-5.000 rreth qendrës së Tiranës. Qoftë se një fëmijë sot, një iri sot fiton pak më shumë se prindrit në 2013, pra që ka pagë më të mirë se prindrit në 2013, vlera e pagës këtij është gati rreth sa gjysma e vlerës së pagës që i kanë pas marrë prindrit e atij në 2013. Kështu që këta janë njerëzit që e mbajnë Edi Ramën në pushtet. Një qeveri e cila ka punu në 13 vjet, 14 vjet pushtet, ka punu për oligarkin. Një qeveri e majt që pretendon se është e majt, një qeveri që erdhi për gjoja me sloganet e mëdhaja për të luftuar varfërinë, është lidh, ka kriju një lidhje simbiotike me pushtetin, lidhje të drejt për drejt me kryeministrin, secili nga këta oligark, nga Tulakët, nga Zamir Mane, nga Çat Kastrati, nga Aleksandr Frangaj, nga Vjoca Hoxha, që janë çka biznesmen që kanë fituar pasuri publike në Shqipëri, janë të gjithë miq personal të Edi Ramës, janë shërbejnë si në punës në disa raste të Edi Ramës, se kur ka raste zgjedhjesh Edi Rama, të gjithë punojnë për të fituar zgjedhjet e Edi Rama. Dhe Edi Rama që thot nuk i ki dot, ose këta kanë marrë, kanë pranu para nga narkotrafikantët ndërkombëtar me urdhër të Edi Ramës në bizneset e tyre, siç e pam edhe te dosja Aruba, edhe te këto Albanian Files që kishte përgatitur Rama, që shkojnë paratë e drogës te resortet e Zamir Manës në palasa ku i ka ato të vetat ai. Shifeni dhe tabelën, një ku e kemi tabelën këtu, si janë rrit fitimet nga 2013 deri në 2025-2026. Dulaku Concordi plus 500%, Samir Mane Balfini plus 450%, Kastrati Group plus 375%, Ulaj Gener Dyshi plus 300%, Naci, pra ky që thash 175% e ka ky, çmimet e banesave janë rrit plus 180%, pagat mesatare bruto plus 140, çmimet e ushqimeve plus 60, pensionet plus 48. Pra, çdo gjë shkon në konkluzionin që paga mesatare bruto është 900.000 lekë, paga mediane e vlerësuar është 690.000 lekë, 700.000 lekë, rritja e ushqimeve, rritja e çmimit qerave, rritja e çmimit banesave e bën që t'i shkojnë sa gjysma të dyjave këtyre rritjeve. Pra e bën jetën të papërballueshme si për një person që merr pagë mesatare, si për një që merr pagë pak mbi mesatare, dhe e bën vrastare për pensionistët, që janë edhe hambari i votave të Partisë Socialiste, sepse vazhdojnë vujnë akoma nga reminiscencat e shkuarës partia, ndërkohë partia e tyre, kjo që qeveri sot të paktën, nuk ka lidhje fare me të majtën, është një qeveri kur s'ka qenë edhe Partia Demokratike, me gjithë gabimet që mund të ketë bërë, me gjithë korrupsionin që mund të ketë pas në kohën e qeverive Berisha, apo edhe të Nanos që pati që përhap shumë korrupsioni në kohën e Fatos Nanos, kur nuk ka pas Shqipëria një nivel korrupsioni të tillë,
kur nuk ka pas një kapje të tillë të shtetit, siç e ka kapë Edi Rama të gjitha pushtetet. E kam thënë dhe do vazhdoj ta them këtë për drejtësia në Shqipëri, SPAK-u në Shqipëri është një organizatë kriminale partnere e qeverisë Rama, ashtu siç janë organizatat e narkotrafikut vendas dhe ndërkombëtar. Kaq është SPAK-u, nuk ka lidhje me drejtësinë, edhe mos pres kush që mund të bëjnë drejtësi SPAK-u në rast se nuk e detyrojnë me dhunë ndërkombëtarët, po patën interes se u shkel në kallo dhe atyre ky që ta marrin hetim apo të përpiqen të vejnë në drejtësi. Ky është binomi që ma Edi Ramën pushtet, oligarkia që nuk prodhon për shqiptarët, ka zero prodhim, nuk prodhon një gosht për shqiptarët, nuk prodhon një sapun për shqiptarët, i kemi gjithë çka nga importi, pra nuk janë biznese që prodhojnë, që kanë fabrika me nga 1500-2000 punëtorë. Në sektorin e bujqësisë, në sektorin e infrastrukturës, po them prodhim hekuri, çelikue, plehra kimike, ka lloje të ndryshme si të shohin nëpër gjitha vendet e tjera, atë prodhojnë makina, automobile, nuk janë biznese të tilla, janë biznese që pasurohen fal miqësisë që kanë pronarët e tyre ose blerjes që i bëjnë pronarët e tyre kreut pushtetit ekzekutiv dhe krijon një marrëdhënie simbiotike, një ortakëri kryeministri i vendit me oligarkin. Ashtu sikurse nëse ka një fajtor që nuk zhvillohet spitali publik në Shqipëri, e kam thënë edhe herë tjera më përpara, ai mund të jetë burr i mirë shumë, por fajtor që bashkëfajtor në Mosak, se fajtor është shteti, sa i biznes është prapë për grabitqar është spitali amerikan. Higeja, amerikanit që janë të spitalet private, Salusi, sepse shtetin e korruptojnë këto, ose shteti është në ortakëri me këto spitale private dhe këto nuk e lejojnë që shteti të bëjnë investime në spitalet publike. Sepse aq njerëz janë këtu dhe po të funksionojnë mirë spitali publik, po të funksionojnë me parametrat e duhura spitali publik, falimentojnë këto të oligarkëve, spitalet private. Kështu që ata hynë në ortakëri me shtetin, hynë në ortakëri me mjekët dhe e shkatrun spitalin publik për të mbajtur në këmbë spitalin privat. Kjo është, këta kanë dhe media, këta shifini sa veni japin, sa hapësirë i japin revolucionit flamingove, nuk i japin thuajse fare, Klani, Top Channel, Vision Plus, etj. Kanë dhe media pra dhe mashtrojnë njerëzit përmes medjave, edhe mediat i kanë me licenca kombëtare, pra frekuenca publike që kanë tjera detyrime ndaj publikut. Këto shërbejnë vetëm si mekanizma për të mbajtur në pushtet Edi Ramën. Pra, e vetmja mënyrë, një nga mënyrat se si mund të kputet dhe mund të zhbëhet ky shtet mafios që i kemi sot në Shqipëri, e kemi 100% mafios shtetin, është duhet kput nyja gordiane mes kryeministrit të oligarkisë, duhet kput nyja gordiane që e bën SPAK-un ose drejtësinë e re organizatë kriminale partnere të qeverisë. Në rast se nuk ndodhin këto dyja, këtë nuk e rrëzon dot asnjë gjë, sepse ka gjithë pushtetin ekonomik në dorë, pushtetin ekzekutiv në dorë, legjislativin e kontrollon e ka kthyer në një pushtet qesharak ordiner dhe drejtësinë, pra siç e tham, president republike nuk kemi dhe kjo është situata e sotme në Shqipëri. Prandaj dhe Edi Rama thotë nuk iki, nuk largohem se nuk e lën këta se kanë kontratat e hapura. Nuk kanë garanci asnjëri se po të ndrojnë pushteti, do vazhdojnë kontratat. Megjithëse ndoshta mendojnë se do vazhdojnë se çdo lloj pushteti të vinë në Shqipëri nuk mbijeton pa këta, se kështu e kanë kriju klimën, gjithsesi nuk janë shumë të sigurt, me këtë janë shumë të sigurt. Kjo është Shqipëria që ka ndërtuar Edi Rama në 13 vjet, ka rrit mirëqenien, pasurinë deri në qindra fish% për oligarkinë dhe ka varfëruar shqiptarët edhe ka përzon shqiptarët nga vendi. Kush doj le të hap shifrat, le të shoh shifrat se është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Shpërndajeni videon, bëjeni subscribe
E çfarë do të them tjetër unë, ose kush nuk e kupton subscribe, ta bëjnë kështu abonohu. Gjohemi prap.